patët kohë të mjaftueshme për të ndryshuar përgjigjet? Keni një qëndrim tjetër? Ju tam kohë mjaftueshme. Pirania si kaluhet? Ne jemi shumë mirë, ju Ai si? e mirë Pirania, nuk duhet. Keni ndo pak pengje nga e shkuara për vendimet që keni marrë? Unë nuk kam dhe nuk do kem as i peng, as nga shkuara, as e tashmja dhe as e ardhmja. Sot si jeni mirë? Sot jam pak rasush më mirë se ti dhe ky që filmon. Mua më bëhet shumë shqip. Ma beso këtë Por unë mendoj që duhet t'jepni disa përgjigje të arsyeshme dhe një shëndrim tjetër për ato familje që do t'ju do ndjeki, për to që po as një përgjigje për shkak veprimtarisë time gjatë qenies prokuror, pasi në 30 vite funksion hetues oficer përgjigje të prokuror kam zbatuar me korrektësi ligjin. Nëse do të ishte ashtu, gjykata nuk do ta kthente vendimin që të hetohej sërish çështja, por gjykata e ka bërë këtë sepse e ka parë që ka qenë i parësyeshëm vendimi juaj për pushimin e çështjes. Si ka qenë interesi juaj? Si kishte emrin Për të emision? pushuar çështjen. Emision si kishte emrin? Ka ndikuar kompania? Te unë mund ndikoj vetëm Perëndia. Po ligjin apo ligjin e hedhim tutje? Më rëndësishme është që unë e kam zbatuar më se me korrektësi. Po çfarë ligji keni zbatuar kur gjykata e kthen për të hetuar çështjen, duke qenë se elementet janë shumë Ju- paqartë, ka kontradita, ka çdo gjë në atë Ju dosje. rekomandoj që bëni gjithçka publike që ka të bëjë me Do të bëhet veprimtarinë publike? time në atë kohë. Në fakt, ne nuk kemi nevojë të shohim gjithçka, por mjafton t'i hedhim një sy kësaj dosje që është e mbushur plot pa rregullsi, të cilat janë shtuar shumë denoncimeve të tjera ndaj këtij prokurori që është i rrëzuar në vetting. Më vjen keq që ja u them, por Pirania do t'ju kujtoj sa herë të shkoj në tualet. Kjo është një përgjigje shumë e rëndomtë. Ju e meritoni Cilën, ndryshe. unë duke qenë se kam etik, nuk do ta them të njëjtën gjë për ju. Unë do t'ju kujtoj se një prokuror që nuk ka zbatuar ligjin dhe i ka mohuar drejtësi një familjeje. Çfarë të Dhe ka favorizuar një kompani dhe nuk e ka bërë punën e tij siç duhet. Dhe më vjen shumë mirë që ju jeni shkarkuar nga vettingu sepse duket se çfarë prokurori keni qenë. Unë nuk ndij asnjë lloj keqardhje se ty të Jam e bëj sigurt qefi që jam ndjeni. shkarkuar. Jam e sigurt që e ndjeni dhe e keni merituar plotësisht lidhur me këtë përgjigje që sapo dhat. Edhe E turpshme një herë. realisht. E turpshme. Dhe shumë e nuk paqishme. është krejt e sakt. Ta përsëris ku do t'ju kujtoj. Unë uroj që në vazhdim të keni përgjigje më të arsyeshme dhe më të hishme. Gjithë të mirat.